kujdesi për faljen e 5 kohë namaz. Edhe kush e rri besnik namazit, le ta dinë se ai ka ndërtuar një raport special me Allahun dhe shpërblimi i këtyre namazeve është marramendës, fitimi i bekimeve të Zotit dhe përkrahjes dhe mëshirës së Tij në jetën e kësaj bote është marramendës. Shpërblimi i namazit është marramendës. Për në ahiret është unë më përplas për dunjë, si të mbron Allahu, si ti leton punë, si ta bekon mundin, si të ka plot me mëshirën e Tij në këtë botë, në punët e tuaja, është marramendës. Apo diçka do më të fitosh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hadith sa i kuptohet, thot kush e fal një namaz xhenaze ka problem sa di kodrat e Uhudit, mi dhon sadaka si ke. Shiva, ajo është namazi i xhenazës, është obligim kolektiv. Domethënë se 10 veta, 50 veta e falin xhenazën, dikujt lahen tjetër për obligimit. Ama shpërblimi shumë i madh, po. Diku do më dal. Shtash nëse e falin një namaz fars, a është shpërblimi më i madh? Më i madh, është i pakrahasueshëm. Domethënë falja, për atë çfarë dësham të thon, se namazi i xhenazës është namaz kolektiv. Domethënë se 10 veta, 50 veta, 100 veta e falin diku xhenazën, tjetër bën obligimin për tjerëve. Namazi i fars është obligim individual, ku secili ka obligim me fal për vete. Shpërblimi i namazit fars është më i madhi për këtë namazet që i falti. Tash, nëse do të më bëj krahasimin me fal namazin e xhenazës e ke shpërblimin sa një kodër të Uhudit ari me dhon sadaka. Tonelata sadaka me dhon. 45 miliard ton. Sipas gjeologëve, do thotë vlerësohet pesha e kodrës së Uhudit. Drekës, e qenis, akşamit, jashtë sabajit është shumë më e madhe se kjo. Më e madhe se më i dhon 45 miliard ton altan sadaka. Ka diçka tjetër. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mi fal 2 rekat sunet sabahut. Është më e mirë se këtë botën dhe çka kanë te ta kesh. Jo kodën e Uhudit. Akoma këtë botë dhe çka kanë te, këtë arin që ka, këtë diamantat që ka, këtë parë që ka, këtë pasurinë që ka bota, 2 rekat sunet sabahut janë më të mira se ajo. Për farzin e folet. Para mendosh se është farzi. Pse Allah kur shpërblen mirë.